Në Oman ka nisur këtë të premte bisedimet e nivelit të lartë midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, në një përpjekje të dukshme për të shmangur një sulm ushtarak amerikan. Takimet po zhvillohen në Muscat me ndërmjetësimin e autoriteteve vendase dhe përqendrohen kryesisht tek programet bërthamore dhe raketore të Republikës Islamike. I dërguari amerikan i presidentit Donald Trump, Steve Witkoff, po diskuton me kryediplomatin iranian Abbas Araghchi në një atmosferë të tensionuar. SBA-t kërkojnë ndalimin e menjëhershëm të zhvillimit të raketave balistike, duke parë këtë si garanci kundër prodhimit të armëve të shkatrimit në masë në të ardhmen. Ndërsa Teherani e cilëson programin e tij raketor si një çështje sovraniteti dhe refuzon çdo kufizim. Washingtoni shprehu shqetësimin se zhvillimi paralel i programeve bërthamore dhe raketore mund të ketë një qëllim të fshehur: krijimin e armëve të shkatrimit në masë. Ky dialog zhvillohet ndërkohë që flota amerikane është pozicionuar masivisht në Gjirin Persik, duke ushtruar presion indirekt mbi Teheranin. Edhe pse sulmet e përbashkëta me Izraelin gjatë qershorit kanë dëmtuar kapacitetet e Iranit, tensionet u rindezën pas shtypjes së dhunshme të protestave në fillim të këtij viti. Donald Trump ka urdhëruar grumbullimin e forcave, jo vetëm për mbrojtje, por edhe si një ultimatum ndaj Iranit për të ndalur dhunën ndaj opozitës dhe për të pranuar kushtet e reja të negociatave. Ndërkohë, Kina ka shprehur mbështetje të qartë për Iranin, duke theksuar nevojën për të respektuar sovranitetin dhe interesat kombëtare të Teheranit. Pekini mbështet Iranin në mbrojtjen e sovranitetit, sigurisë dhe dinjitetit kombëtar, si dhe të drejtave dhe interesave të saj legjitime, deklaroi zëvendës ministri kinez i punëve të jashtme, Miao Deyu, gjatë një takimi me homologun iranian në Pekin. Kina kundërshton çdo kërcënim të njëanshëm ose përdorim të forcës në marrëdhëniet ndërkombëtare, shtoi Miao duke konfirmuar që Pekini po monitoron zhvillimet e bisedimeve dhe situatën e brendshme në Iran, veçanërisht në lidhje me programin bërthamor. Bisedimet në Oman përbëjnë një mundësi të fundit për diplomaci, ndërsa komuniteti ndërkombëtar është gjithsy nga Muscati, duke pritur të shohë nëse mund të arrihet një marrëveshje që shmang një përplasje të mundshme ushtarake në lindjen e mesme.